Tërheqja e papritur e Christian Schmidt nga posti i përfaqësuesit të lartë për Bosnjë e Hercegovinën ngre shumë më tepër se sa vetëm çështjen e pasardhësit të tij. Ajo e detyron Europën të përballet me një realitet pakëndshëm gjeopolitik. 30 vjet pas marrëveshjes së paqes së Daytonit, vendi mbetet i bllokuar në një gjendje pezull politike formalisht sovran, por në praktikë ende në mbikëqyrje ndërkombëtare. Institucioni i përfaqësuesit të lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare është ai institucion ad hoc që në mas të madhe arriti me sukses rindërtimin e vendit të shkatruar nga lufta. Pa angazhimin amerikano-europian, ku në Këshillin për zbatimin e paqes përfaqësoheshin edhe Rusia, Japonia, Kanadaja si edhe Bashkimi Evropian si sponsori kryesor, zbatimi i marrëveshjes së paqes së Daytonit pas vitit 95 vështirë se do të kishte qenë i mundur. Megjithatë, ajo që ishte menduar si një zgjidhje kalimtare për periudhën e menjëhershme pas luftës, u shndërrua në një gjendje të përhershme. Prej kohësh ky institucion civil, i cili me kalimin e viteve ka humbur ndikime dhe legjitimitet, u shërben shumë politikanëve lokal njëkohësisht si armik i përbashkët ose si mekanizëm shpëtimi, duke i çliruar kështu nga detyrimi që shoqëritë demokratike kanë për të gjetur me përgjegjësi të vetën kompromise politike funksionale. Rusia është ndëruar në faktor destabilizues rajonal. Pikërisht për këtë arsye do të ishte gabim që tani në mënyrë refleksive të emërohej një tjetër përfaqësues i lartë dhe kështu të vazhdojë status quo-ja e pakënaqshme. Bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht BE-ja, duhet pyes veten nëse me këtë hap po promovon vërtet stabilitetin dhe pavarësinë apo thjesht poruan një stanjim të administruar. Kësaj shtohet edhe ndryshimi thelbësor i situatës gjeopolitike, ndërsa në vendet e Ballkanit perëndimor rruga e gjatë drejt Brukselit po humbet tërheqjen. Konsensusi ndërkombëtar për të ardhmen e Bosnjë e Hercegovinës është bërë prej kohësh i brisht. Rusia e kundërshton prej vitesh hapur rolin e përfaqësuesit të lartë, pajisur me kompetenca të veçanta dhe tashmë është ndëruar në një faktor destabilizues rajonal. Tani megjithatë edhe në Washington po shfaqet një qasje qartësisht transaksionale ndaj Ballkanit. Vizita e fundit e djalit të Donald Trump në kryeqytetin e pjesës serbe të Bosnjë e Hercegovinës duhet parë si një përpjekje për krijimin e një tjetër marrëdhënie të dyshim biznesi. Zhvillime të ngjashme po ndodhin tashmë në Serbi dhe Shqipëri, dhe kjo në shpërfillje flagrante të rregullave dhe ligjeve europiane. Në këto kushte një pasardhës i përfaqësuesit të lartë në largim vështirë se do të kishte më shumë legjitimitet se sa paraardhësi i tij. Prandaj pyetja vendimtare nuk është se kush do ta zvendçojë zotin Schmidt, por cilat reforma mund ta ofrojnë me sukses Bosnjën me Bashkimin Evropian, sepse nuk përputhet fakti që Bosnja vazhdon të mbahet në një formë të vazhdueshme kontrolli të jashtëm, pa perspektivë për sovranitet dhe përgjegjësi të plotë, ndërkohë që njëkohësisht synon rrugën drejt Bashkimit Evropian. Duke u bazuar në një analizë të thelluar të procesit 30 vjeçar të ndërtimit të shtetit, Europa ka nevojë për një fillim të ri strategjik në Bosnjë. Ky fillim i ri duhet mbështetet mbi dy elementë të ndërlidhur. Nga njëra anë korrigjimi i sistemit jo funksional të qeverisjes dhe nga ana tjetër përfundimi i mbikëqyrjes së posaçme ndërkombëtare. Kjo agjendë reformash duhet koordinohet ngushtë me afrimin gradual ndaj strukturave europiane. Nuk bëhet fjalë për një riorganizim radikal të sistemit të Daytonit, por për përshtatje realiste. Prej kohësh janë të domosdoshme struktura më efikase vendimarrje, kompetenca më të qarta dhe kufizimi i mundësive të përhershme për bllokim politik. Paralelisht me këtë, mbyllja e zyrës së përfaqësuesit të lartë duhet lidhet ngushtë me procesin e anëtarësimit në BE. Kushtet që Schmidt dhe paraardhësit e tij kanë kërkuar prej vitesh pa sukses, si për shembull rregullimi i pronës shtetërore, mund të transferohen në kapitujt përkatës të traktatit të anëtarësimit. Në këtë mënyrë diskutimi pothuajse i pafund nëse Bosnja i përket Europës do të merrte fund në mënyrë të qartë. E integruar në një perspektivë të besueshme europiane, Bosnja e Hercegovina do të bëjë pjesë e një projekti politik dinamik. Ky do të ishte kalimi nga mbikëqyrja ndërkombëtare drejt integrimit europian. Për këtë arsye tërheqja e Christian Schmidt ofron një mundësi të vonuar prej kohësh për të rimenduar rrënjësisht politikën ndërkombëtare ndaj Bosnjës në mënyrë europiane. Bosnja e Hercegovina nuk ka nevojë për një administrim ndërkombëtar të pafund, ajo që i duhet vendit është një ardhmë europiane e besueshme.